Përshëndetje, sot po përgatisim reçel ose marmeladë që e përgatis në furrë, bëhet shumë e mirë, e shpejt edhe me pak mund. Përgatisim një recetë shumë të lehtë. Kumbullat i kam pastruar mirë me ujë, ja largojmë bërthaman. Ktu kam gjithsej 3 kg kumbulla. Secilës kumbull largojmë bërthaman. Pasi t'i ndajmë kështu për gjysë, atëherë vazhdojmë edhe kumbullat i pjekim në furrë. Pasi përfundova dhe i kam bërë gati të gjitha, vazhdojmë shtojmë sheqer. Për me përgatitë këtë recetë mund të përdorim 300 deri në 500 gram sheqer. Pra sheqer i shtoni sa të doni ju vetë. I mbulojmë kështu mbi, i përzini pak edhe i vendosim në furrë. Pas gjys ore në temperaturë 170 gradë, pra kumbullat duken kështu, i përzi një herë edhe i la sërish në furrë që këto të pjeken në temperaturë 170 gradë derisa kumbullat të pjeken mirë. Pra e pa që ujë si kemi shtu kumbullave sepse e lçuan lëngun vetë, vetëm pak sheqer edhe i shteni në furrë. Duke u pjekur, do t'i kontrolloni, nuk do të lejoni që kumbullat ju digjen. Prandaj mund t'i vendosni edhe letër alumini ose foli alumini, që mos të digjen kumbullat. Kumbullat e marrin këtë ngjyrë këtu, janë shumë të mira, edhe tash kështu të nxehta nga furra, dykon 1 orë gjys ose 1 orë 40 minuta në temperaturë 170 gradë, i kam lanë derisa i kanë shterdhur lëngun pak, edhe tash vazhdojmë i mbushim kavanozat me njëherë se janë të nxehtë, sepse kështu më letë na mbyllen kavanozat më mirë edhe e ruajmë reçelin për dimër më mirë. Nëse përdorni kumbulla të buta, reçeli ju bëhet pak më i butë, po nëse përdorni kumbulla të forta, domethënë kumbullat nuk e humbin formën, sikur këtu që më shumë e kanë humbur formën se sa që ju kanë mbet. E tash këtë recetë pra e leni dhe ruani për dimër, mund ta përdorni si reçel, mund ta përdorni si marmeladë, si të doni ju. Është shumë e mirë, ka një shije shumë të veçantë, kështu marrin shije shumë më shumë kur i pjekim në furrë sesa kur i ziejmë. Provoni recetën dhe binduni edhe vetë. Po e shikoni se është bërë shumë i mirë, ju kënaq, provone, pastaj na shkruani në koment nëse edhe ju përgatisni këtë lloj të reçelit ose nëse keni ndonjë recetë për të na tregu edhe për ta përgatitur, na shkruani në koment. I mbyllim mirë me kapak, do t'i mbuloj mirë edhe do t'i la të mbuluara deri të nesërmen që këto të vakumohen, të mbyllen mirë, kështu hermetik, edhe pastaj të nesërmen i kontrollojmë a janë vakumu a jo. Nëse janë vakumu, do t'i leni në bodrum, s'ka nevojë t'i ruani në frigorifer, pra që mos të zeni vend, leni në një vend të ftohtë të errët edhe për dimër i keni të gatshme. Ma mirë se me përgatit vetë nuk ka, provoni recetën, ju që keni kumbulla në fshat, përgatisni sa më shumë, sepse çdo gjë që përgatisni vetë është më e mirë edhe më e shëndetshme. Kjo ishte e gjitha që kisha përgatitur, shpresoj se dhe kjo recetë ju ka pëlqyer. Me receta të tjera shihemi së shpejti, mirëmbëjtje.